Habit mjeku, syzet e diellit që shiten në rrugë dëmtojnë rënd shikimin. Përdorimi i syzeve të diellit që shpeshherë tregtohen në rrugë apo dyqane të pacertifikuara është i dëmshëm për shëndetin e syrit. Mjekët okulist shprehen se është mirë të mos mbahen fare sesa të përdoren këto produkte nga qytetarët. Mbajtja e syzeve jo profesionale për një kohë të gjatë mundet që të shfaqë disa patologji për syrin që mund të dëmtojnë rënd shikimin. Është mirë që pacienti të rri pa syze fare sesa të marrë syze dielli që janë jo origjinale dhe pa filtër mbrojtës, por edhe me syzet origjinale duhet të keni kujdes dhe jo t'i merrni pa këshillën e okulistëve. Kjo pasi pacienti që përdor syze origjinale që janë ultraviolet mendon që këto syze e mbrojnë nga dielli sepse ja erësojnë pamjen dhe ai mendon se është i qetë, por përkundrazi, duke u ulur ndjeshmëria nga drita, pupila rri më e zgjeruar, duke qenë se këto syze nuk kanë filtër mbrojtës në pjesën e jashtme të xhamit.